miq, unë jam Linda, jemi në kuzhinën e Palmas, ku bashkë sot do të gatuajmë një salat me finok dhe spinaq. Bëhet fjalë për një salat shumë të ushqyeshme, është mjaft e thjeshtë në gatim dhe gjithashtu gjatë këtij gatimin do t'ju prezantoj edhe pak kuzhinën, se sa praktike dhe sa të lehtë na bën punën tonë në këtë kuzhinë. Atëherë si fillim filloj me perimet, duke I ndarë selino në pjesë të vogla. Këtu është edhe një përbërës tjetër që e balanson shumë mirë shijen, siç është molla dhe portokalli. Portokalli do t'jetë në salcë, kurse molla në brendi. Pastaj perim tjetër që I përshtatet kësaj sallate është trangulli, gjithashtu ndihmon shumë në detoksifikim dhe kjo sallatë është pothuajse detoksifikuese. Përbërës tjerë që bëjnë sallatën edhe më të mirë janë edhe frutat arrore, siç janë lejtit, bademat apo çfarë do që keni në shtëpi, mirë po me rëndësi është pak të ketë edhe për shije, edhe për vlerat ushqyese që na ofron aminoacide. Spinaqi, baby, nëse nuk e keni, atëherë mund ta merrni edhe spinaqin e zakonshëm, ta pastroni mirë dhe ta ndani në pjesë, sikurse për sallatë. Kur bëhet fjalë për sallatat, patjetër se na duhet vaj I ullirit, lëngu I limonit ose portokallit, çfarë do që e keni për qef, dhe ufull balsamike. Atëherë shkojmë së pari me selinon. Kjo është ajo pjesa shumë praktike që nuk ka nevojë të shtyhet shumë, mbyllet vetë. Dhe kjo nuk e bën punën stresuese, zakonisht nuk keni zhurma në këto kuzhina. Kurse tash kur jam këtu në përgatitje, sa I përket pultit, është keramik I cili është shumë rezistent ndaj ujit dhe ndaj temperaturave të larta. Domethënë, asgjë nuk e prish. Finokun e ndajmë kështu në pjesë të vogla. Shkruajmë në enë. Vazhdojmë me trangujt, I pastroni ose I lani kështu siç është, mu zakonisht më pëlqen edhe kjo pjesa jashtme, mirë po çfarë është me rëndësi në mënyrë që mos na mundoj apo të kemi tretje sa më të lehtë, farat t'ja largojmë. Vazhdoj me qepën e kuqe ose të bardhë, çfarë do që t'ju pëlqen. Mu zakonisht më tepër më pëlqen e kuqja, për shkak të vlerave ushqyese, mirë po nuk gjeta në treg, po vazhdoj me të bardhën. Këtë e ndani sipas dëshirës. Nëse ju pëlqen qepa, atëherë I preni fetet pak më të mëdha. Nëse nuk ju pëlqen shumë, mundoni ta anashkaloni duke ndarë në pjesë pak më të vogla, kështu që krejt opsionale.
Unë i ndava kështu në gjysmë rrethore, pak më të mëdha, e tash edhe një herë në mes, mënyrë që të konsumohet më lehtë. Shtojmë dhe qepën. Dhe arrim të molla, ku zakonisht para konsumimit të mollës, sidomos në sallata, e lani gjithmonë të qëndroj pak në ujë, në sodë bikarbonit dhe shpërlahen mirë. Pastaj janë gati për konsumim. Shikoni si mbyllet, vetë mbyllet. Molla përveç që na jep kolorit këtrat, na jep edhe një shumë shije të mirë, një balansim i mirë i shijeve. Ku pak ëmbëlsi i duhet secilës sallatë, kështu që unë gjithmonë veproj me fruta. Molla është gati për lë anash, kurse portokalli do t'ja marrë lëvorën si fillim. Kujt sa t'i pëlqen. Këtë po e bëj gati për salsën, për dressingun. Vazhdoj edhe me pak portokall në mbrëmsi. Ja marrim vetëm pulpën, këtë pjesën mrenda, do më thonë ansoret ja largojmë, mënyrë që të konsumohet sa më lehtë. Shtojmë drejt në sallatë. Shikoni, do më thonë pulpën ja largojmë. Në rregull, pjesën tjetër do t'ja shtryj dhe këtu për shije në salsë. Pra përsesh 2-3 lugë. Betë do t'ja shtoj vajin e ullirit. Kripën. Piperin. Ufullën balsamike. Pak mustard. E përzihet mirë e mirë.
salca është gati. Marr pjatën dhe gjysmën e spinaqit do ta bëj kështu si bazë. Kurse gjysmën tjetër shtoj sallatës. Dhe tash vjen pjesa e shijes, salca. Përzihet mirë edhe sallata drejt përfundimit. Mollet. Çfarë është shumë praktike se të gjitha i ki afër, si lavamanin, shporetin, tavolinën e punës, kështu që kur gatun në kushte të mira, gjithmonë është kënaqësi dhe më lehtë. Mbetet vetëm t'ja shtoj frutat aurore, të cilat pak do t'i grimcoj dhe t'ja hedh sipër. Sipër dhe këto e bojnë shumë të veçantë se pastaj keni diçka krokante në brendësi të sallatës, përveç shijes shumë të mirë që na japin. Ja pra miq, nga Palmas, një super sallat me gjitha të mirat në te, detoksifikuese me selino, spinaq dhe shumë vlera të tjera ushqyese. Ne bashkë do takohemi sërish nesër me recetën tjetër këtu në kuzhinën e Palmas, një kuzhinë tjetër.